Çfarë ju premtoni ju shqiptarëve në këtë fushat elektorale? Nëse PD vjen në pushtet, si do të jetë Shqipëria? Si e shihni ju Shqipërinë? Ta themun. Ike Edi Ramën e këtë. Iku. Kërkon. Dhe ike. Dakor. Iku. Iku. Nuk ikën. Fëllere më nuk ikim se do zbresim pak në poshtu, që nuk ikën. Por iku. Ju tani qëfar bëni? Qëfar shojnë shqiptarët? Kita shojnë tani që ja u thot ti, ja thot një trajner, si që për shumë trajnerët e ke parti që bëjnë ekipin e të gjithë përgatitin ndeshjen e para përgatitin. Ti tani thua shqiptarëve, zotrin, ja ku e keni. Shqipërinë që do bëjmë ne, këto 4 vjetë, jash kjo. Ja, ta shojmë. Po që thot qa doj aty, se a i nuk ikën. Jo. Qa doj që të thot, brënda je. Por edhe qa thotë, Ri qetë se do ikë. vetëm mos më thuaj gjera si sudja. Haqë përqinë më shumë. Jo, ta themu. Ose thuaj, Jo, do t'i Ato themu. nuk do provojnë kur. Unë do të themi gjë që kanë gjithë të shqiptarët. Do të them programin. 200 euro minimumi jetik. Do të thotë që s'do të ketë asë një shqiptar në skamje në mirim. Nuk shduket varfria. Po skamje dhe mirim Shqipërisë do të ketë. Dhe këtë skamjen dhe mirimin, urinë e bukës do të shduk minimumi jetik 200 euro. A e ka penguar kush dejmë sot këtë qeveri të vendosë të këtë minimum jetik? Jo. Pse se ka vendosur? Sepse është qeveri e pa shpirt. Sa shkon totali dhe nga del? Sa shkon totali dhe nga del? Po, ta themun. Tu është problem. Po, ta sqaroj. Për nga del është gjëja më e thjeshtë. Ta themun pse nga del. E para. Zero, po, ta themun. Zero tolerancë korupcionit. Ne bjem dakord, po, e kemi vërtetuar ne, mos u ngutni, mos u shqetësoni, mos u ngutni se dhe ja u kthej përgjigjen. Çfarë? Neve me një buxhet sa gjysma e këtij sotmit, kemi dyfishuar rrogat dhe pensionet, kemi dyfishuar subvencionet, kemi ndërtuar 11.000 kilometra rruga autostrada. Pse? Sepse ishte zero tolerancë kundër korrupsionit. A kemi patur korrupsion? Patjetër. Nuk po thot kush e jo. Por këtu është bërë, këtu nuk flitet për punë, këtu flitet vetëm për vjedhje. Ashtu. Pra, luftë korrupsionit, ndalo këto koncesionet e vilmës që të nxjerrin ty dhe mua, na nxjerrin 7 zonë dhe gratë nxjerrin me prostat, se po marrin nga 400-500 milion euro këta. Po, edhe koncesionet tjera të pafundme që kanë bërë, që kanë kthyer Shqipërinë në koncesion, sekuestro të gjithë pasurive që janë vjedhë, sepse sot nga 60 milion euro, 60 miliard euro buxheti 12 vite, unë dhe ti dhe gjithë ne bjem dakord se gjysme rreth 30 miliard janë vjedhur, dhe do t'i gjurmojmë deri në vrim të miut. Se kemi bërë në 2005-ën, pra kemi dhënë prova për këtë. Është propagandë. Jo, kjo është realiteti. Dhe dalim parat, pra shumë e thjesht dalim parat. Tani... Parat i gjurmon SPAK-u dhe i konfiskon gjykata, jo partia. Jo, ke gabim. I gjurmon shteti dhe sështë... Nuk gjurmon. I gjurmon. Parat e krimit dhe të korrupsionit, i gjurmon shteti, dhe SPAK-u është një nga instrumentat e shtetit, mos harroni, vetëm një nga. Nuk është gjithçka, një nga. Pra, unë jam duke folë për shtetin nesër, dhe, zotëri, e kuptoni ti apo jo? E kuptoni që përbëjnë këta apo jo? Po pa tjetër më ne e dim se që kanë bëhë këta, po pyetja ishte e thjesht. Ja, të regova ku të gjetem pra. Zero tolerancë korrupsionit, ja sekuestru kulate dhe duke ashtu popullit. Të gjithë para, ore, aty themi gjë tjetër ju. A di që më tha një miku i Milano sot? Duke hequr korrupsionin, do bëjmë minimumin jetik. Mund të ketë, korrupsionin, do ulim taksën, do kalem të taksë e shesht. Po nuk dalim, nuk dalim logarit, po kjo është debat. Jo, ta themun... Unë jam me atë thonit që doni se kjo gjithë do provojnë. Jo, do ta themun pse. Vetëm do themi gjë. Jo, çdo gjë është e kalkuluar. Pse? Edhe në 2005-ën, kur premtoi Sali Berisha dyfishim rrogash dhe pensionesh, 90% e analistëve ishin skeptik ku do gjesh parat. Dhe kur Sali Berisha tha këto që po them unë sot, të gjithë thanë, o, propagandë. Erdhi në pushtet, i bëri gjitha realitet. Dhe po e përsëris, jo për ju se ju e dini gjithë tu, po e përsëris për qytetarët, me gjysmën e këtij buxheti. U çan male, tunele, autostrada, duke rritur borxhin. Jo, prit.
Jo. Nuk është detyrimisht e keqe. Sa është rrit borxhi tani? Po prit ju them tjetër. Borxhi tani është ulur. Prit. Në krahasim me atë që lat ju. Narko-euroja. Narko-euroja pa defektin e vet. Prit. Tani t'ju sqaroj narko-euroja. Por ama do të themi gjë, nuk ka patur qeverinë Sali Berishës. Dhe s'do ketë në qeverinë e Sali Berishës nesër. Tendra me 23 dhe 25 milion euro kilometri rrugës. Kjo jo. Sepse autostrada më e shtretë që ka shkuar 8-9 milion, ka shkuar tuneli i Thjerëzës Kalimash dhe e mbani mendu bë zhurmë se ka shtretë. Dhe që Qamali. Ndërsa sot mes Tiranës i ke mund fush pa asi vepër arti 25-30 milion euro kilometri. Po këtu pra janë parat, ndërprek këto lloj abuzimesh dhe dalin para për rroga, për pensione, për gjitha. Ne bijem dakord të gjithë. Fitoi Bekteli, nuk ndryshon shumë e tenderave të sot. Jo, je gabim ti. Dhe unë po ju them, je shumë gabim. Nuk fitoj me garë pra Bekteli. Jo, ta them unë se. Pa garë. Mos u ngut. Ka qenë çmim njësi. Mos u ngut. Çmim njësi përdoret në gjithë botën. Mos u ngut. Prit. Utsakt. Jo, të lutem. Kur është një... Jo, zotri, jo, tashim më dëgjo mua. Kur bëhet një vepër pa projekt pra prak, funksionohet vetëm me çmim njësi. Kur ka projekt, projekti bën kalkulime dhe bën... Nuk e vët dorën zjarë, ndoshta nuk e bët për tjetë para, e bët për përkëdhet... Jo, ata mbaroj mleta të qërë. Pra, Andi që t'jesh i qartë ty dhe çdo kush. Kur një vepër bëhet pa një projekt para prak të miratuar, atëherë bie dakord në të gjithë botën është standard, çmim njësi, çfarë? Sa gërmime bëj unë do më paguash, sa beton do hedh unë do më paguash, kaq është. Ndërsa kur ka projekt, projekti ka bërë kalkulime, ka bërë matje, ka bërë fizibiliteti, janë bërë gjitha. Kjo është ndryshim. Por, pra 23 dhe 30 milion euro kilometri s'do të ketë më. Dhe këtu do të çe ju duhet ju? Kroacia është vendi BE-s. Greqia shkoni shikoni rrugën, nga autostradën, nga Janina që po vjen për Kakavi, është 4 milion euro kilometri autostradë. Këtu 30 milion, pse mos janë çmimet e mallrave e hekujt atë betonit më shtret në Shqipëri se në Greqi, janë një lloj. Mos paguhen punëtorët më shtret se në Greqi këtu, një lloj kostoja mos del më i madhe, më lirë gjitha dalin. Por këtu vitet. Ta nuk e kanë tabu këtë. Të lutem, ja pra prit. Vjedhin dhe punojnë. Prit pra të na themu. Atëherë çfarë do bëjmë? Ata nuk thonë nuk vjedhin. Atëherë çfarë do bëjmë? Nuk vjedhin. Ja pra, nga 23-30 milion, do zbres në 4 milion çmimi i autostradës për kilometër dhe dalin 200-300 milion me një moment, që mjaftojnë vetëm për minimum etik. Në një koncesion tjetër dalin 300 milion tjera që cilat do të çojnë rrogën 500 euro. Në një koncesion tjetër dalin 300 milion euro tjera. Po lërja në ekonomistikot punës bëhet kështu kjo gjëja. Bëhet. Po s'mbush mendje njeriu kështu. Ti hoqe 3 raste. Tash e di si po thua ti, do ndërtojmë 200 kilometra autostradë, por nuk do ta ndërtojmë me 20 milion euro kilometrin, po do ndërtojmë me 5, kështu që do ngelen 15 dhe do rrisim minimumin etik. Nuk bëhet kështu kjo. Ta thash të, nuk ta thash ashtu. Unë po të tregoj që... Po të tregoj që këta kanë vjetë shumë, pa fund. Shumë, po. Dhe po të tregoj unë që çdo gjë do të ketë në parametrat e normales dhe jo të abuzimit. Po në një logjikë ekonomike, vendoset këto parat dalin nga kjo gjëja dhe kompensohen këtu. Por jo do heqim lekë të korrupsionit. Po, ajo është detyrim, pa tjetër, mua. Zotri, ta sqaroj. Po nuk ka shumë lekë. Pra nuk prodhon korrupsioni 1 miliard euro dhe ti do përdorësh të minimumin. Po përdori një shembull banal për ta përligj argumentin. Cili është? Pra në rast se do bësh ti, zotri, 100 kilometra autostradë, po marr shembull. Nuk e bën mua me 25 milion euro kilometrin, që të shkoj 2 miliardë e gjysmë euro. Po do ta bësh me 4, që të shkoj 400 dhe ja kursehen nga fondi, kursen fondet. Pra, unë po mora një shembull, por në çdo gjë, në çdo tendër, në çdo gjë, kjo do jetë dhe do luftohet korrupsioni, dalim. Pra, ju Shqipëria nuk vuan për fonde, për të ardhura. Sepse buxheti ka shkuar, po them unë ty, 60 miliard për 12 vite. Po, ndërkohë, por Shqipëria ka nevojë për një qeveri që ka vullnet për të luftuar korrupsionin. Dhe ja ku dolën, këtu dolën. Tani, a ka program më të mirë se sa që programit ku ke në qendër të qytetarit? Në qendër qytetari. Çfarë është? Minimumi i programi është shumë i mirë, po s'po shpjegon mirë. Rroga minimale ka qytetarin. Rroga mesatare ka qytetarin. Rroga mesatare ka qytetarin. Ulja e çmimit naftës ka qytetarin në vëmendje. Ulja
faturës e çmimit energjisë për kilovat, 7 lek për kilovat për qytetarin dhe 6 lek për kilovat për biznesin. Çfarë ka? Ka në qendër qytetarit. Karta e konsumatorit. Çfarë ka? Ka në qendër qytetarit që ai pensionisti, ai hallexhiu, ai papuni që do jetoj me minimum jetik, ai do të marrë kartën e konsumatorit për çdo blerje dhe në fund vitit do shkojë do të marrë. Të vëshën, dhe sa i bje? I bje rreth 450 milion lek vjetra, pra i bje 2 muaj e gjysmë pension plus. Po këto janë pra, duket gjërat vogla, në miniatur, por në tërsinë e tyre. S'janë vogla, janë madhështore. Janë madhështore, nuk të del në pikë tjetër. Do rikthehet një qeverisje e zemrës së dëmshur për të papuni, për hallexhimin, për qytetarin. Të shikojmë, të përpiqemi të shikojmë gjë konkrete. Do shkojë rroga e mësuesit, do jetë minimumi 1.000 euro. Do jetë 2.000 euro rroga pedagogut. Sepse do ndërtosh një arsim cilësor dhe jo ta çosh, jo një arsim pas Palestinës dhe Ukrainës. Para 3 ditësh do të program subvencione. Do të vishohet fondi i dispozicion në program që do falim të gjithë gjobat, do falim gjithë kamartonisat të gjobat, po. Edhe sot e mori e drama, e përsëritje drama, tha do e bëjmë dhe ne. Tani, si do mundet... Po, ka qenë arsimi ndërmëtësisor. Partia që ngriti për Kristalin. Ta themu ti, kapu ti të bishti, po bishti dorë do të ngjelet. Jo, bishti, ti i ke dhe në brezit, sepse i dashur mik... 2-3 brezave të një ke dhe në diplomat Kristalit. Shqipëria në atë kohë që i flet ti, që për cilën tallesh ti, ose akuzon ti, ka qenë nga vendi i parë në Ballkan për cilësinë e mësimdhënies në arsim. Po, me gjithë ato që të më thu ti. Po flasë s'ka pas gabim. Ku vinte ai poshit merrte u bëm skandal. Po tani, a ka qenë herë vetë fundit botës? Keqësh. Bravo. Tashi. Ja pra këto janë. Tani e gjitha kjo është.